Përshkuar me pamje të drejt për drejta përpara godinës kryeministrisë, ka përfunduar kështu fjalën deputeti Klevis Balliu, ndërkohë shohim që një qytetar i është afruar foltores për të folur përpara godinës kryeministrisë, e ndjekim. Po vi këtu me lek borxh. Më falni. Po bëj thirrje të gjithë. Prej 3 vjetës pas i rrati, pas 2 muaj sa mund të gjakën, e mora gjithë nga dhe stomak, zoti më desh, që më dhanë stomak. Bërë dhe në rrëve stomak, kam 3 vjetë që jetoj me 37.000 lek të vjetra. Vjetë, muaj janare shkurt, 2 muaj nuk më kja dhe ato lek. Ja bërë kryetari bashkisë, ikën, të më fani që po flasë, se jam... Kam ardhur me lek borxh, po them. Vetë me vetë për protestuar, që Partia Demokratike që mi hapi dyert. Kam vajtur në të tëra dyert. Kam patur një proces gjyqësor se kam punuar në naftë. Kam fituar statusin e naftarit. Statusin e naftarit mi jep të drejtën të dalë pension 60 vjeç. Kam 2 vjetë e gjysmë që s'mi japin as pensionin. Përfitoj 80% të pagës bazë minimale nga statusi trajtim financiar. Hapa gjyq, nuk më dhanë avokat. Shteti e përfitova avokatin, nuk më dhanë. Gjykata administrative Ledjo Sala, më mbylli atë pa avokat, pa që dhe vetë prezent. Ja, ky e shteti. Ku do vem neve? Ku janë të ardhurat ekonomike? Po sa ka si puna ime? Që mi ka mbyllur të gjitha dyert. Ka merë denancim dhe krimi ekonomik për leket që s'më ka dherë. Kam punoja në një firmë private. Bisedova me ata për dalë në atë, bej 6 muaj raport, ato nuk mi dhanë 1 muaj adhe o firma. Jam bashkëpunëtor të tërë. Edhe ato që më dhanë 80% të 80%. Ja, ky është shteti. Ky është shteti korruptuar. Prandaj, hiqeni frikën. Dini protestu, protestoni për drejtën tuaj. Frikë vetëm nga Zoti kemi, nuk kemi frikë nga këta. Hajdutur, e kam takuar këta personalisht më 21/2021, në shkurt 2021. E më ka thënë, ke berë denancim tu, sa kam berë unë, s'ka berë, e gjithë povli shqiptari, në portalet e tua që Shqipëria se duam, se nuk është portali Shqipëria që duam. Ka quar gjithë njerës të tyre, s'ka mundësi, ka mundësi, i thash, edhe jam 60 vjeç, i thash, edhe të tham, e qoj kokën time sa tërë, që ose t'gjinje, i thashu. Kjo është rezultati. Je për urdhër kryetarit bashkis, të nese kryetarit bashkis më mbyll derën, si kur ti isha një kriminal. Kërkoj falje Partisë Demokratike, që se kam votuar. I kërkoj falje. I bindur dherë 2021 kam qenë me të majtën. Kërkoj falje doktor Sali Berisë dhe Partisë Demokratike, por u bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të ndershëm, hajdeni këtu, protestoni se vetëm që protest paqësore do ta largoj këtë. Ndryshe këtë nuk e largon njeri. Me ato dëgjojnë, me ato që dëgjojnë, me i shishe verë 36.000 euro, është turp për të gjithë. Të më falni, sepse jam shumë i irrituar. Para një ave kam ardhur, më ka hapur dyert Partia Demokratike. Ku do që vija nuk dal dot nga shtëpia. Nuk dal dot nga shtëpia se më përndjekin. Veten policia në kohë më thoi emrat, po unë si njoh. Vete pi kafe në një lokal sot, të nesër nuk vete me. Kur vete marr shishe në ujtë me vete, se duan të me eliminoj dhe fizikisht. Kështu, ja këta janë. Vetëm për mos ardhur, nuk kam frikë, unë frikë vetë nga Zoti kam unë. A ti i për ullë në gjullë, tjeve s'kam, se s'kam vrar njeri, po kërkoj drejtën time, si puna ime i bëj gjithë thirrje populli shqiptar, të ndershëm, të tërë që e duan, edhe të majve, të djathve, të tërë, se ka dhe të djathë që nuk vinë, se kam frikë. Hajdeni, mos kini frikë, thyeni frikë, dini protest paqësore, bet në tërë botën. Përse bet? Për drejtat e tyre, për demokracinë, t'jenë të lirë, t'jenë të pavarur,
tjetojnë të me të lirë, me kushte ekonomike, jo me kaqë. Të më fali, falemderit të gjithve, edhe më fali që zjata kaqë.